Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi këtu përsëri në podcastin Okult, në rubrikën Gjeokult, ku do flasim për gjeopolitikën përsëri. Ju do thoni, pse kaq shpesh po bën emisione për gjeopolitikën, Alfred? Po ta shumë e trazuar. Është në një anarki dhe çdo gjë që ndodh ande jep efekte të padiskutueshme dhe këtu në Shqipëri. Shqipëria gjithmonë në klasën e saj politike të këtij 100-vjeçari të fundit, që kur është krijuar shteti politik shqiptar mbas vitit 1912, ka qenë produkt i vendimeve që kanë marrë fuqitë e mëdha ndërkombëtare në aleanca me vektor të caktuar brenda politikës, por gjithmonë politika ndërkombëtare është kujdesur që në Shqipëri asnjëherë mos vinë në pushtet nacionalistët, ata që vërtet e duan Shqipërinë. Ky shembull ka filluar që me ballin kombëtar e sot në vazhdim dhe mbas viteve të demokracisë në vitin 1990 e deri sot. Po para se të fillojmë bisedën me të ftuarin tonë, të cilin do ta prezantoj pak më vonë, dëshiroj të kujtoj të gjithë atyre që na ndjekin nëpërmjet duke klikuar në rrjetet tona sociale, sa po tapet kanali YouTube, ata që s'kanë kështu thundër dhije, ata që kanë gisht që janë njerëz, direkt të klikojnë atje ku thot subscribe. Ata që kanë thundër mund të mos klikojnë dhe sidomos mund të bëjnë një koment negativ. Dhe njëkohësisht duhet të falenderoj sponsorizues të emisionit ton, të cilët vazhdimisht do të dalin në krahun ton. Gjithashtu dua t'ju kujtoj që ky lloj podcasti nuk është për bebet që duan qumësh me biberon, por është për burrat me dhem të fortë që anë mish. Tashi po e fillojmë emisionin dhe po ju prezantoj të ftuarin tim që është zoti Ardian Elezi, analist dhe miku i emisionit ton, është këtu për të dytë i ftuar në emision. Zoti Elezi, mirëmbrëma dhe mirë se na riardhët këtu në emision. Mirëmbrëma, i nderuar, kënaqësi edhe për mua dhe për prezantimin as skrupuloze që i bani edhe podcastit tuaj dhe formatit të merituar në cilin. Tashi dëshiroj të filloj me disa pyetje të rëndësishme, t'i trajtojmë së bashku. Unë jam i kujtoj të gjithëve atyre që bëjnë ndonjë koment, kështu thonë, lere të ftuarin të flaso Alfred. Po i ftuar jam dhe unë, të dy të ftuar jemi. Unë thjesht bëj vetëm një hapje të emisionit dhe bëj ato ritualet e zakonshme dhe pastaj të dy jemi të ftuar. Këtu është bashkë bisedim, nuk është vetëm miku i podcastit ton, por jam edhe unë. Këtu është bashkë bisedim. Ardian, dëshiroj të flasim një çikë për këto thënie, deklaratat e fundit të Trumpit në lidhje me Groenlandën. Zëvendës presidenti Vance bëri një vizitë në Groenland para pak ditësh në bazën ushtarake Thule, që kanë Shtetet e Bashkuara aty. Dhe bëri disa deklarata provokuese, ka patur një deklarim nga ministri i jashtëm i Danimarkës në suverenitetin dhe pushtetin e cilës ka qenë deri tash Groenlanda, ku ai u shpreh i pakënaqur në lidhje me vizitën e Vencit dhe me deklaratat e tij në lidhje me Groenlandën. Duket që po krijohet një armiqësi e idhur midis Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara, por më mirë do të thoja midis gjithë vendeve të tjera të NATO-s, duke futur dhe Kanadan në veri të Amerikës, të cilës edhe asaj ka hyrë të dridhurat nga deklaratat e Trumpit për ta bërë shtet të 51, pra të gjitha shtetet e NATO-s, në qoftë se do të zbatonin atë parimin 5 të NATO-s për të ndërhyrë aty ku goditet një vend i NATO-s, çfarë mund të ndodhë dhe a mund të ketë një ndërhyrje ushtarake dhe një pushtim, një marrje të Groenlandës, ndërkohë Trump po përpiqet të joshë superfuqinë tjetër, Rusin, duke i dhënë atë që quhet Novorossija, Rusia e re, që
janë dhe vendet Nova Rasia. për te vijës kufirit deri ku është pushtuar sot Ukraina, nga 19% që është kapur nga Putini duke futur dhe Krimen nga ish Ukraina, ai kërkon të marrë rreth 26-27% në tavolinë dhe ndërkohë Shtetet e Bashkuara janë shprehur nëpërmjet disa përfaqësuesve të saj që ndodhen pranë presidentit Trump për çështjet e sigurisë, këshilltarët e tij të cilët kanë thënë nga niveli i dhënies së tokave ndaj Rusisë do të varet niveli i sigurisë të Ukrainës së mbetur. Pra, deklarata ka kuptimin që në qoftë se do të jepen Rusisë ato vendet që pretendojnë, ato rajonet, ato oblastet, që ajo i pretendon si zona rusisht folse dhe për shkak se janë vrarë 300.000 rusë, sot Rusia nuk toleron dhe kërkon gjithë territorin që quhet Novorossija, që është në verilindje të lumit Dnepër dhe lumi Dnepër, po njëkohësisht ajo kërkon Odesën, duke ju thënë ukrainasve dhe evropianëve që mbështesin Ukrainën që doni ta jepni Odesën me paqe apo me luftë. I nderuar, të falenderoj falenderoj për ftesën. E nisi një qenë prezantimi për geopolitikën, ai që njihet geopolitika e hartët me rastin e Shqipërisë, don kemi parasysh që fati i trojave shqiptare sot është për shkak të asaj që ka ndodhur shekull më parë, ku ne jemi viktimë e geopolitikës se fuqive të mëdha të asaj kohe, ku është desht edhe në atë moment historik edhe për ne, po edhe për gjithë historinë evropiane, nëse do kthehemi pas në kohë, ministri jashtë Grej dhe të tjera ka thënë që ne po marrim një vendim i cili brezat e ardhshme do na shajë, sepse po cënojmë të parimet universale, ato që lidhen me integritetin, sovranitetin e një kombi, në rastin e konkret Shqipëria, për cilën brezat e ardhshëm do të na shajnë dhe sot ende është një problem i pazgjidhur, nuk është vetëm rasti i Ballkanit, po janë shumë raste për sa i përket rikonfigurimit të këtyre harë për shkak të vendimeve gjeopolitike që kanë marrë fuqitë e mëdha të kohës, brenda një sistemi të saktuar marrëdhënies ndërkombëtar që ishte ngritur. Radh për të kthyer dhe sot, pas një mallkimi që ka pas gjeopolitika për shkak të efekteve, po themi pasojave që ka shkaktuar në përplasjet, sidomos gjatë luftës dytë botërore, ku për hir të vërtetës lufta e ftoftë i mbajtur kishte një detant, një marrëveshje, të cilët parandaluan përplasjen midis dy bloqeve dhe për gjatë asaj periudhe kishim një rikthim gjeopolitikës, aty ku projeksionet e fuqive të mëdha për të shpalos interesat dhe ambicet e tyre për pushtet, për dominim, shfaqeshin dhe në rastin konkret kemi edhe geopolitika dalë më e zhveshur, më lakuriqe me ardhin e zotit Trump në krye të Shtëpisë Bardhë, ku bazohet në qasjen pragmatiste që ka presidenta Trump, e cila është më e drejtë për drejtë në raport me qasjen disi më diplomatike në kuptimin e narracionit dhe gjuhës diplomatike me presidentin më parë, por nuk është se ka ndryshuar gjë në thelbin e vet. Ka një kontinuitet në këtë drejtim për sa i përket interesave të SBA-s dhe arritjes së këtyre objektive. Në rastin e Grenlandës, është një moment që zoti Trump e shfrytëzon nisur nga fakti që SBA-ja ka një, po themi një problem ekonomik për shkak të krizës që ka përjetuar, apo për shkak të asaj që kemi një supremaci kineze, mallave kineze në dyert e Evropës dhe të Amerikës, dhe ndjehet paksa ky lloj presioni tregtar, ndërkohë që zoti Trump ka shpalos ndër gjithë tezat e tij të politikës jashtme shumë gjëra, mes të tyre ato që përmendet ju, qoftë për sa i përket Grenlandës apo Kanadas. Për ta arritur këtë objektiv, me që përmende kinezët, presidenti Xi para pak ditësh është deklaruar shumë në favor të politikave të Trumpit dhe ka thënë që Kina kur nuk ka objektiva që të sulmojë interesat e Shtetet e Bashkuara. Madje është shprehur shumë me afrimitet pa diplomaci për qasjen që ka sot politika amerikane në botë. Shikoj nderuar, duke qenë edhe antar i Këshillit të Sigurimit, Kina gjithmonë ka një se ka thënë në një lloj deklarate kaq të tjera,
tregon edhe qasjen diplomatike të zgjuar të Kinës në rastin konkret, nisur edhe nga statusi i saj në Këshillin e Sigurimit. Ndërkohë do të them edhe këtë që ushtarakët të cilët kanë qenë agresiv për të marrë Tajvanin dhe që kanë drejtuar ato lojrat ushtarake rreth rrotull Tajvanit her pas here këto 2 vitet e fundit, janë goditur nga presidenti Xi dhe janë larguar nga pushteti dhe ka një luftë midis grupit ushtarak. Është edhe po mund të presidentit në gjeopolitikë, kur bëhet një analizë skenarësh të ndryshme, edhe kjo lidhur me deklaratat që ka bërë presidenti Xi në raport me Greenland apo ato mbrojtjen e interesave amerikane kudo që ato qofshin, në rastin konkret Greenland apo tezat e hedhura, sinjali i dhënë është që një shkelje syrit, thotë që ti bën çfarë duash zonat tuaja influencës, ndërkohë që mos më prek mua në zonat e mia, kemi parasysh edhe rastin e Tajvanit, timin e saj. Për të ardhur tek Grenlanda dhe Kanadaja, pa kjo do parë një tre këndvështrimin, këndvështrimin juridik, këndvështrimin politik dhe këndvështrimin gjeopolitik. Në këndvështrimin politik kuptohet që sot Trump ka një legitimitet i cili mbështetet nga stafi i ngushtë i tij, i cili përkrah të gjitha tezat e tij. Kemi parasysh nuk janë të paktë, janë disa teza të ngritura të tij, qoftë për gjirin e Meksikës, Panamas, me Grenlandën, me Meksikën, me Kanadan, por me politika tregtare të tjera, të cilët por që ka testuar dhe ka provokuar sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare në tërësi, po që her pas here është kthyer politikave merkantiliste që quheshin politika apo gjeopolitikës imperialiste. Bilanci tregtar tregon fuqinë e vendit. Po, normalisht ka një qasje biznesi në raport me qasjet e mëparshme të presidentëve amerikan, që nisur dhe nga backgroundi dhe profili i tij. Do të thotë në marrëdhëniet ndërkombëtare niset nga parimi mjep t'jap në kuptimin që unë të afroj siguri, të afroj avantazhe, të afroj mbështetje, ndërkohë që aty do të paguash për këtë shërbim, në kuptimin e gjithanshëm të këtij koncepti. Dhe në rastin e aty që përmendëm qoftë Grenlandën, së pari një duhet një vullnet politik i cili e ka, por që duhet të formalizohet dhe të ketë një solidaritet gjithë spektrit politik amerikan dhe demokratëve dhe gjithë opinionit publik, cili mbështet apo kundërshton vendimet që ndërmerren, sepse koha ka treguar që mendon do të bëj veprime ushtarake Trumpi se që të filloj luftë Amerika me shtet duhet të vendos Kongresi. Ndërru absolutisht, po jo vetëm mund të shkelej si president këto ligjet që ekzistojnë që pa vendim të Kongresit nuk mund të hyesh në luftë. E para çdo gjë në marrëdhëniet ndërkombëtare është e normuar, rregulluar sipas sistemit OKB-s, e cila është drejta ndërkombëtare dhe qoftë edhe luftës, po ajo humanitare, po dhe drejta ndërkombëtare publike. Këto janë shkelur në rastin e luftës në Kosovë, në rastin e luftës në Krimen, po që kanë Gjorgji, tash në Ukrainë, në Izrael, janë shkelur drejta ndërkombëtare. Për ta formalizuar dhe konkretizuar projektin e tij, don që të jetë një objektiv i arritshëm, s'pari krahas aspektit politik duhet edhe aspekti juridik, sepse atë gjeopolitikën e përmendëm, do të thotë që vetë popullsia vendase e Grenlandës, e cila është e pakët pavarësisht sipërfaqes, po e shef si koncept gjeostrategjik SBA-ja, do të dakordsohet përmes një forme referendumi që është dakord që të ketë pjesë e shtetit amerikan dhe më pas i bëjë thirrje Kongresit. Janë bashkuar 5 partitë politike në Grenland kundër vendimit të Trumpit. Po, do të thotë që edhe vetë kushtetuta e Danimarkës ndalon copësimin apo referendumit që kanë të bëjnë me cënimin e integritetit dhe sovranitetit, dhe në një farë mënyrë do ta kompromitoj edhe vetë SBA-n në gjithë këtë situatë dhe kontekst marrëdhënies ndërkombëtare për t'i dhënë një farë mënyrë edhe legjitimitet atyre përpjekjet shtetet mëdha fuqive rajonale, në rastin konkret edhe Rusisë i bën përmes aneksimeve apo përmes pushtimeve, të cilat nesër pas nesër i bën pjesë integrale e Federatës Ruse. Ishte rasti aty që përmendet ju oblasteve lindore në Ukrainë, dhe të cilët çfarë përmes një referendumi atje gjithë popullsia domestike ruse, sepse janë rus fols ato, janë bërë pjesë e federatës, por që kjo ka rënë desh edhe me drejtën ndërkombëtare, sepse ligji ndërkombëtar e ndalon aneksimin apo pushtimin dhe aneksimin me forcë territoreve, sepse bjen desh me këto parime dhe normat të mirë sankcionuara. Dhe në rastin konkret edhe Grenlanda e ka këtë probleme,
por shifet në dy aspekt, në aspektin politik dhe gjeopolitik, të cilët e shpalos Trump duke testu edhe vetë popullsinë evropian, vetë Evropën, po edhe vetë Danimarkën, po si kundër edhe vetë Amerikan, por koha që i ka treguar që me këto tezat maksimaliste të shpalosura deklaroi para 24 orëve, tha, ky nuk është tha një deklarat tha për të shkuar radhën, po e them unë me fjalët e mia, tha, merreni si në realitet vendimi i shmardh. I nderuar, tashi në rast se shiko, vendime se si merren e para do të jetë Kongresi dhe Senati që të miratoj një ligj, po themi luftën, ase do jetë situatë lufte, në kuptimin e saj. Luftësh ase do pushtohet një vend, por aq më tepër që Danimarka ka që duke qenë vendi i Bashkimit Evropian, një vend demokratik, i NATO-s, do të thotë që ja kompromenton edhe vetë këtë organizatë e sigurisë. Duhet të dalë një nga NATO-ja që të kryejë një akt. Jo, i nderuar përmendet nenin 5 të saj. Do të thotë që një nga shtetet anëtare të NATO-s do të sulmohet, në rastin konkret i bën të ketë një konflikt brenda për brenda, atë do të ketë një solidaritet kolektiv të gjithë anëtarëve të saj në mbrojtje të këtij shteti, sepse i bën që Danimarka ta thras nenin 5 dhe t'i bëj apel gjithë anëtarëve të NATO-s, aq më tepër do të ketë një ndjeshmëri të vend Bashkimit Evropian dhe nuk janë pak. Dhe këtu do të kemi edhe një çarje, një shitje që mund plus Britanisë së Madhe. Plus edhe Britanisë, e cila është lidhur me Evropën përfundimisht, sepse është larguar nga Shtetet e Bashkuara për shkak të Kanadas. Kjo ka ndodhur për shkak të edhe Ukrainës, po edhe të Kanadas, po te Kanadaja janë disi ma ndryshe sepse janë edhe interesat franceze atje, Quebecu francez, madje një nga çarjet fillestare të marrëdhënieve franco-amerikane ndodhen për shkak të asaj që në kohën e De Gaullit i bëri thirrje nacionalizmit francez për të mbrojtur interesat e Evropës dhe të Francës, dhe përballjen që kishte me Amerikën dhe ishte Quebec francez, de France, me fjalë nëse shkem pas në kohë apeli që i bëri De Gaulli për një solidaritet gjithë botës frankofone përmes saj dhe Evropës në kundërvënie me Amerikën për një nacionalizëm evropian dhe francez. Dhe kuptohet ka pas tritjet e vetat marrëdhëniet e saj Evropa me SBA-n. Po, unë kujtoj atyre që na ndjekin që keni disa emisione në lidhje me raportet Kanada-Shtetet e Bashkuara këtu në Okult në podcastin ton, ku unë jam përpjekur të hedh dritë mbi këto lloj marrëdhëniesh historike mbi 100 vjeçare. I nderuar, janë këto tre elemente. Elementi juridik që ka të bëjë duhet gjithë të respektohen dhe të kalohen këto, në rast se do të kalohen, ndërkohë që ato të parë ishin politik dhe gjeopolitik. Politika është si shprehje e vullnetit të leadershipit amerikan sot, i cili ka dalë me ato tezat maksimaliste, por koha e ka treguar që Trump ka testu, ka provoku dhe është dashur edhe tërhiqet nga deklaratat e saj. Kemi parasysh ato që përmendën, por dhe në Gaza e kështu me radhë, në projektet e tij, të cilët janë gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Nuk mund të thuash një vend për shkak të mungesave apo për shkak të përparësive që mund të ketë zhvillimin ekonomik të tij, në rastin konkret të Grënlandës, të cilët pse nuk ka ato mbredhjen e sigurisë vetë në ato nivele të dëshirueshme, sepse problemet e sigurisë sot janë bërë primare për shkak të konflikteve, dhe si t'il ngelen një sfidë dhe një kërcënim për çdo nga shtetet, të cilët sot edhe apelojnë për çfarë për të rritur nivelin e GDP-s për sa i përket. Qëllimi i marrjes së Grënlandës është përveç resurseve dhe burimeve të saj dhe për rritjen e territorit, pasurive territoriale të një kombi, të një vendi, është edhe çështja afrimi ndaj Arktikut, sepse Kina dhe Rusia po luftojnë shumë që të kontrollojnë ato Arktikun, dhe tash i lindë drejta dhe Shtetet e Bashkuara duke qenë afër Arktikut që të cilat aty nuk e le edhe Rusi se është edhe zonë interesit të saj, se niveli interesave të një shteti janë ato ekonomike, ato jetike ekzistenciale dhe sa herë që ato cënohen. Jo, por në bisedimet që do bëjnë tash do jetë edhe diskutimi i Arktikut, zonat e Arktikut, si do në bisedimet nuk është thjesht vetëm Ukraina. Ukraina mund të ketë pjesën e përqindjes së saj në ato tavolinë, por do të jetë Ballkani me siguri do përmendet. Me të drejtë edhe është cituar edhe nga të tjerë, të jetë një jaltë e moderuar e sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare, në cilët çfarë do të mundohen në dy superfuqitë aktuale, por që nuk janë vetëm ato, sepse janë edhe të tjera, fuqitë renale apo edhe Kina, të cilët duhet të jenë pjesë e kësaj vendimare, por që në nivel diskutimi teknik
janë edhe këto që përmendën, gjithë zonat e influencës Po Evropa mund të pranoj që të jetë kështu kaq e larguar në periferi të Evropa e ka kundërshtuar, madje Evropa që kundër reagimit të saj ka apelu përmes Macron, përmes kancelarit gjerman për një solidaritet evropian. Dhe edhe samiti francez, samiti i Parisit ndërkohë Evropa ka rritur në 800 miliard për këtë vit për shpenzimet ushtarake, janë deklaruar se unë them janë më të mëdha. Janë projeksionet i nderuar, ishte shqetësimi ngritur nga kancelari gjerman për 500 miliard euro për sa i përket sistemit mbrojtjes, por ndërkohë që projeksionet europiane për sa i përket CSDP-s, ai që quhet Common Security Defense Policy, politika e sigurisë dhe mbrojtjes përbashkët e saj, të arrijë nivelin e 800 miliard në vitet pasuese si një reagim përkundër dhe shqetësim evropian përkundër sistemit mbrojtjes dhe kërcënimeve që vijnë nga një konflikt i mundshëm rus dhe jo vetëm, në kushtet e një konteksti të ri të krijuar për shkak të tërheqjes apo largëvëmendjes së SBA-s nga Evropa apo mos neglizhimit të saj. Neglizhimi i saj kemi parasysh që konflikti e Rusi-Ukrainë ka zbuluar dhe ka nxjerrur, po themi, lakuriç shumë gjëra në kuptimin dobësive që ka dhe sistemi i mbrojtjes europiane apo vetë kohezioni i brendshëm i tyre në raport me politikën e jashtme të sigurisë apo vetë shtetet anëtare të caktuara të NATO-s, të cilët kanë qëndrime dyzuese në raport me Rusinë, disa prej tyre e mbështesin, disa të tjerë nuk janë pjesë e sanktsioneve dhe nuk dënojnë këtë agresion, kemi parasysh Slovakinë apo dhe Hungarinë, si kundër janë edhe të lëkundra, rasti i Turqisë, i cila është vendi kryesor mbas SBA-s, i cili ka nivelin më të lartë të armatimeve, i cili mban një qëndrim ndryshe nga vendet anëtare të NATO-s për sa i përket luftës në Ukrainë, duke tentuar dhe ofruar edhe shërbimin e qëllimit mirë të ndërmjetësimit midis palëve. Kundër marrjes së territoreve, Turqia thotë Rusia duhet kthehet aty ku ka qenë para luftës. Absolutisht jo, Turqia ka problem detin e Zi, se s'do që ta lejojë që gjithë deti i Zi të bjerë në dorë të Rusisë, sepse ka interese. Tek në dy raste që përmend Grenlanda, Danimarka dhe Kanada janë këto probleme të karakterit politik, karakterit geopolitik dhe atë juridik të cilët duhet të kalohet. Ndërkohë që për të ardhur te konflikti i Rusi-Ukrainë, unë them që do ta marrë Trumpi. Se si e ka zgjedhur ai rrugën, nuk them që do ta marrë, do ketë konflikt Evropë, do prishet NATO-ja. Ky është mendimi im. Mund të jetë edhe eksi, po do të kemi një rikonfigurim të hartave, kjo do të çojë absolutisht një ribërje të hartave. Mendimi im që Evropa nuk do pranojë planin e paqes të Rusisë me Shtetet e Bashkuara për Ukrainën. Mendimi im është që Evropa do përpiqet kabala që drejton Evropën, City of London, bashkimi i komponentes financiare të bankierëve me fuqinë politike të familjes mbretërore Windsor. Unë them që ata janë duke armatosur Evropën dhe do përpiqen ta futin në luftë. Ndërkohë, Trumpistët, nëse mund t'i quanim kështu, të Evropës, partitë trumpiste, të djatha, kanë filluar të kundërshtojnë këtë plan lufte të Brukselit, nëse mund ta quajmë kështu, po është i Londrës në fakt. Dhe këto ditë ka pasur protesta të fuqishme në Paris dhe Macronit janë duke ndezur zjarrin nga poshtë, ku turma të mëdha punëtorësh janë shprehur në udhëheqjen e partive të djatha që kjo nuk është lufta jonë, Ukraina nuk është lufta jonë, ne nuk kemi interes të shkojmë të vdesim në Ukrainë, dhe kjo po merr gjithnjë më shumë, djemt tan nuk i lëm të vend të vdesin në luftë, dhe në qoftë se Macroni me një qeveri shumë të dobët dhe me probleme të mëdha në parlament, si një vegël që është bankierëve Rothschildve, ku ka punuar dhe ata e kanë sponsorizuar me të kaluar të dyshimt, një përkrahas i agendave të globalistëve, i martuar me një burr, dhe një njeri i urryer nga të gjithë ata që e shikojnë botën në mënyrë normale, natyrale dhe tradicionale, në të gjithë Evropën, mendoj që do ta kenë të vështirë këto lloj etërish që të fusin Evropën në luftë. Këta në fakt kabala nuk ka kohë, sepse zgjedhjet për 2-3 vjet, 4 vjet po ju afrojnë dhe
Këta po nxitojnë që të mos vinë në pushtet partitë Trumpis ose të djathtë ose të ndikuara nga politika e Trumpit me Putinin për të vendosur një paqe në botë dhe do përpiqen të bëjnë luftë në kryesimin e Britanisë së Madhe. Ju si e mendoni këtë tablo? Çfarë rreziqe shikoni se në rast se Evropa në luftë, Putin ka kërcënuar që do t'i godas me armë bërthamore të gjitha kryeqytetet evropiane dhe ai atë që thotë e bën. Ndërkohë Franca dhe Britania janë dhe ato fuqi bërthamore. Mos është ky një opsion për depopullimin dhe që organizohet nga një dorë vetme e cila I lëviz të gjithë gurët në tabelën e shahut. Si e mendoni? Ju jeni pioner të parë për promovimit të zhanit të konspiracionit, e cila është karakterit natyrës gjeopolitike dhe kur flasim për këto me të drejtë edhe abuzojmë kuptimin e skenarëve të mundshëm që analizohet dhe mund të afrohen bazuar në kontekstet. Është konspiracioni ardhian gjeopolitike. Në kuptimin jo. Gjeopolitike. Konspiracioni është ti thuash gjërat e vërteta pak përpara se ti kuptojnë të tjerë. Edhe ajo është thelbi gjeopolitik, do të thotë që nuk dinë gjërat, arsyet e gjëra pse ndodhin, nga ku dhe pse në moment të caktuar. Në thelbet përbashkohen, pavarësisht tyre, mendoj që në rastin e Evropës, Evropa gjithmonë ka vujtur nga dilemat e sigurisë vetë në kuptimin e dobësisë që ka shfaq dimensioni I sigurisë dhe mbrojtjes evropiane, sepse është më tepër një projekt gjigant ekonomik, por që ka ato problemet e veta të sigurisë dhe nisur pikërisht nga këtë dilema ka qenë iniciatore kryesore Macron, Franca, Shirakut dhe në atë kohë Tony Blair për iniciimin dhe krijimin e kësaj politikës përbashkët, e cila nuk ka se ka ngel në letër, por ka në fazat e saj të maturitetit dhe sot është përballë me atë sfidën që të forcohet sa më tepër ky dimension. E nisur pikërisht nga këto. Dhe Macron sot për mbrojtjen e evropiane dhe këto gjithë shtetet themeluese kanë vu theksin e rritjen e GDP-s dhe kalimin e po themi niveleve mbi 2%, Polonia ka deri 5%, Gjermania 500 miliard ka parashikuar alokimin e këtyre fondeve dhe projeksioni evropian për këtë politikë është rreth 800 miliard euro për treguar rëndësinë e madhe. Bjerë keqe lufta. Në një farë mënyrë është që Evropa po armatoset, kuptimin sepse edhe kjo do kap kohën e vet, planifikimit dhe realizimin e projekteve për materializimin e industrisë luftë dhe prodhimin e saj, do kohën e vet për të treguar që Evropa e ka në vëmendje kryesore këtë, pikërisht për të ballë. Them do që niveli financiar I armatimit të Evropës do jetë shumë më lart nga që deklarohet. Mund të jetë 2 fish ose 3 fish. Mund të jetë edhe ashtu I nderuar, por në rastin e Francës, bankierët do hedhin gjithë paratë që kanë stok për të militarizuar Evropën dhe për ta futur në luftë për të mposhtur Rusinë në fillim, mendoj unë, por që të ndodhë kjo duhet të bëjmë për vete Kinën ose të sigurojnë asnjësinë e Kinës dhe ata do të hynë në luftë me Rusinë. I nderuar, në rastin do të fillojë një luftë e tillë, bie që të shkërmoqet të gjithë sistemi I ngritur I marrëdhënieve ndërkombëtare që nga 45 atje I cili ka problemet e veta, por duke pas parasysh që vetë Franca është antar e Këshillit të Sigurimit, po ashtu edhe Britania, një legitimitet I nisjes një lufte do të cedojë për shkak të mosarritjes së konsensit nga Këshilli I Sigurimit dhe janë vetët franceze dhe britanike të cilët do ta mjefton sikundër statusi I Kinës gjithmonë ka qenë abstenues për sa I përket vendimare, sepse duhet një vendimare unanime për sa I përket luftës apo të sulmohet dikush, por për te rregullave nisën logjikën e konflikteve të cilët mund përshkallëzohet. Kjo varet nga fati si do të shkojë marrëveshja, do të marrëveshja së pari jo vetëm në Ukrainë, po edhe gjithë zonat e konfliktit. Dhe në rastin konkret Evropa kërkon të përfitojë dhe të jetë pjesë e rëndësishme e këtij sistemi dhe si një aktor vendimar, sepse nuk mund ta anashkalohet kaq kollaj Evropa, pavarësisht faktit dhe vullnetit që ka SBA duke pas parasysh që ai janë një zonë interesi e imja, rastin konkret Ukrainës, po jo vetëm, po edhe në Gaza edhe në linjë mesme. Evropa ka GDP gati sa Shtetet e Bashkuara. Po edhe demografinë demografinë nga më të madhe. Do të thotë që është niveli e demokracisë, po këto janë disa momente të kyçe në historinë e Evropës që ka të bëjë me çështjen e sigurisë vet
dhe një situatë alerti ku po jepen sinjale dhe mesazhe për ta forcuar këtë dimension të saj. Po mos harrojmë faktin që mandati i leadershipeve politike është i kufizuar. Ju përmendet në rastin e Macronit, por nuk është se vepron vetë Macronin sepse ka një staf i cili mbështet dhe ka vetë, po themi, nivelin e ekspertizës që i afrohen në aspektin e politikës së jashtme, të mbrojtjes dhe sigurisë, të cilët diskutohen gjërat në nivel ekspertës, pa dalë me deklarata politika apo me qëndrime të caktuara dhe diplomatike, dhe nuk mund të asociohet thjesht vetëm me emrin e personit. Aq pa tepër rastin edhe Trump. Ju zoti Elezi, duket sikur e mbivlerësoni pak këto anën e legitimitetit të luftës, po legitimiteti i takon gjithmonë më të fortit atij që hap luftën, që mendon që është absolutisht i nderuar. Jo, do të thoja diçka tjetër. Pardje para 48 orësh edhe më pak ndoshta, vendet e Bashkimit Evropian ju kanë bërë thirrje gjithë familjeve të Bashkimit Evropian që të sigurojnë ushqime për 72 ora, për 76 orë, nuk e di. Dhe kundër kësaj ka bërë një deklaratë kryeministri hungares Orban, i cili ka thënë Brukseli është duke u përgatitur për luftë me Rusinë. Ne jemi kundër luftës, ne nuk kemi ndonjë nivel pasigurie nga Rusia, as ne, as Polonia, as ka përmendur disa vende aty, Rumania, Bullgaria, më duket. Jemi të garantuara nga niveli sigurisë tonë prej Moskës dhe nuk e dëshirojmë këtë luftë, pra ka dalë kundër erës së luftës të Brukselit. Kjo deklaratë është bërë dje para 20 orësh. I nderuar, këto janë deklarata që jepin një kontekst të krijuar thjesht edhe për të testuar opinione, po edhe për provokuar për të parë shkallën e reagimit, por nuk besoj që jemi në situatë lufte që Rusia mund të sytë të Evropës, pse? Jo, e kundërt. Nuk besoj, sepse edhe vetë Evropa do ta një sulm apo një shpallje lufte Rusisë, de facto ajo po ndodh, për hir vërtetet, po në kuptimin ligjor me pjesëmarrjen e trupave, sepse janë marrëveshje bilaterale të cilët bëjnë shtetet e Evropës, antarët saj, po edhe të NATO-s me Ukrainën, duke i ofruar mbështetje ushtarake, ekspertizë, logjistikë, infrastrukturë, po pa pjesëmarrje direkte në teatrin e luftimit, sepse ai do të bie ndesh jo vetëm me drejtën ndërkombëtare, po edhe vetë NATO-n apo statusin e vendit antarët. Më pëlqen optimizmi tënd. Jo, e shoh në konversimin edhe ligjor, Sam kaq optimist. Jo, shohim një rezultatin e përfundimit të konfliktit në Ukrainë-Rusi, sepse aty nga ajo do derivojnë gjithë të tjera, do janë rrydhoja e saj, po për këtë Evropa jep këto sinjale për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit në dyrë të saj për arsye sigurie më tepër, dhe kërkon çfarë që konflikti të ndalet në dyert e Rusisë dhe jo më të vijojnë, sepse në një prognozë të ardhshme, një fuqizim geopolitik, geostrategjik i Rusisë, çfarë do të vijë gradualisht duke rënë edhe shtetet tjera kufitare, qoftë nga Estonia, Lituania, Letonia, pas edhe të tjera, është efekti zinxhir dhe domina i përshkallëzimit të luftës dhe aty përfshihet Evropa dhe është më e kërcënuar. Pra ata janë. Po, ndërkohë që në rastin e konfliktit nisur edhe nga marrëveshja, zoti Trump marrëveshjen e diskutuar në nivel teknik, dhe ai që është bërë e një orë, pavarësisht faktit që nuk është formalizuar me nënshkrimin e tyre, ka kërkuar çfarë si dëm kolateral për pasojat e luftës, për ata që ka shkaktuar buxhetit të Shtetit Amerikan, ka kërkuar kolateral si burrimet e rralla minerale, çfarë ju jeni edhe eksperti i ekonomisë dhe financës, kur të kërkosh ekzekutimin e kolateralit për dikën, logjikën e financës apo bankar, do të thotë që ta klasifikosh atë si një debitor të keq, pa të shkosh në atë procedurë ekzekutimi, po themi, ku sekuestrohen dhe ekzekutohen vlerat pasurore apo drejtat reale pranësore që lidhen me tonë në përmbushje detyrimit që ka. Unë shikoj kështu. Shtetet e Bashkuara shitën stoqet e armëve, i futën në luftë me Bidenin evropianët, dhe tash i kërkon ta ndajë me superfuqinë tjetër gjithë Ukrainën. Jo, e përmendet të nderuar, absolutisht, edhe ky mund të jetë një skenar, sepse po të shohim zhvillimin terren të cilën edhe lidhet edhe dinamika e marrëdhënieve të cilët e marrëveshjes të cilët do të konkludohet nisur pikërisht nga rezultati dhe zhvillimet në terren ku Rusia ka marrë rreth 22% të gjithë territorit të Ukrainës,
është bërë pjesë e Federatës Ruse për shkak të referendumit dhe aty ndodhen është një pozicion strategjik ku ndodhen gjithë resurset e rralla minerale të këtij vendi dhe Amerika ta kërkon që të parandalojë avancimin rus për tek këtij kufirit, do të 20% saj, sepse pjesa pasuese janë mineralet të tjera të rralla, të cilët janë litum, janë magnez e të tjera që lidhen me industrinë e mbrojtjes të armëve dhe piritin e shumë e rrallë. Do të thotë që por këtë kërkon ta ketë një shfrytëzim dhe administrim ekskluziv saj dhe këtu kemi një, po themi një qefmbetje qoftë të Britanisë, ka arrit një marrëveshje në qivjeçare. Evropa deklaron që ne kemi dhënë më shumë ndihmë, thotë se është edhe absolutisht. Ju përmendet edhe asaj që nivele ndihmas të përtej asaj që janë deklaruar, por po themi ato që janë zyrtare të afishuara. Dhe në rast se do të humbas Ukraina këtë pjesë, me të drejtë shef si shqetësim Zelenski dhe po gjithë elita politike dhe intelektuale e Ukrainës ka një solidaritet rreth tij për sa i përket qëndrimit refuzues për administrimin e këtyre resurseve, sepse lidhet me ekzistencën e këtij shteti dhe cënohet sovraniteti ekonomik i Ukrainës në kushtet e pamjaftueshmërisë së përdorimit të burimeve dhe është një gjendje cilët e kanë përmendur diku një gjendje autarkie, në kuptimin e asaj që nuk ka resurse për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të saj dhe mbijetesën e këtij populli në terma të afatgjat, por që në rast se do të merret kjo, atëherë me të drejtë ju edhe ngritet si shqetësim që ambicia ruse do të shkojë përtej saj, mund të marrë Odesën, që është një pikë gjeostrategjike që i lidh edhe dominon komplet dhe Ukraina mund të shkërmoqet dhe është ajo që u përmend mund sakrifikohet për shkak të këtij skenarie. Kemi parasysh që gjithë zona lindore, përfshi edhe Odesën, cila është një zonë, po themi, gjeostrategjike shumë e rëndësishme për shto këtu edhe administrimin e burimeve të rralla, dhe ato të oblasteve lindore që janë fusha dhe ambar prodhimesh agrobujqësore, do të thotë që nuk do kemi një shtet ekzistencial i Ukrainës. Duket sikur Shtetet e Bashkuara më shumë po afrohen për ty në BRICS dhe për të dalë nga Evropa. BRICS i nderuar, po. Presidenti Putin e pyetën, i thanë mund të shkëputën ju, i tha, nga BRICS, i tha, dhe të bashkoheni me Shtetet e Bashkuara, duke krijuar një aleancë me Shtetet e Bashkuara ekonomike, politike, ushtarake. Ai tha, dëgjoj, tha një krahasim, tha, Shtetet e Bashkuara për ne janë sikur ty në një klub, në një lokal, tha, ku unë, tha, në tavolinë ri me vendet e BRICS-it, ulem me ta, tha, dhe konsumoj drekën apo darkën. Aty pranë, tha, shikoj disa, tha, që nuk i kam qef, tha, dhe s'duhet t'ju flas, tha, në klub, tha. Po shikoj dhe një, tha, që kam qef, tha, përshëndes, tha, dhe ky është Trumpi, tha, ja bëj njerë me dorë, tha, kështu si e mirë, edhe ulem, tha, në tavolinën time. Po, kjo është mesazh gjeopolitik, është një pyetje retorike për të thënë që fuqitë sa që kanë pas përplasje kanë gjetë gjuhën e tyre të përbashkët për të arritur dakordsitë e marrëveshje dhe është një sinjal dhe një gjuhë në ndryshim narracionin diplomatik të përdorur për sa i përket qëndrimit që kanë ndaj konfliktit po edhe ndaj njëra tjetrës, se nuk shifet më në dallim me administratën e pashme Rusia si vend armik, po që mund negociosh, edhe dhe në gjuhë e përdorur nga Trump ishte që Ukraina ishte shkaktare, Rusia nuk ishte agresore. Çfarë ka kërkuar Rusia? Nuk ishte provokatore. Provokatorë ishin Perëndimin, sepse në këndvështrimin e arkitekturës sigurisë ruses, dhëna e ka parë, ka kërkuar çfarë? Ka kërkuar neutralitetin e statusit të Ukrainës, mos përfshirjen e saj NATO, lejimin edhe aksesimin në Bashkimin Evropian. Putini ka bërë një luftë të drejtë. Ka bërë një luftë të drejtë për të mbrojtur integritetin e shtetit Federatës Ruse. Në kuptimin ata e kanë provokuar jashtëzakonisht. Ai kishte gjithë këto vite që luftonte që këta të tërhiqeshin nga aventurat. Ata s'pranonin dhe në fund zgjidhja ishte luftë. I nderuar, po flasim në logjikën gjeopolitike. Në logjikën gjeopolitike, secila nga fuqitë shef veten e tij në raport me dilemat e sigurisë dhe pasigurisë. Ndërsa në raport me drejtën ndërkombëtare, sistemin e kësaj të krijuar, kemi një shkelje të kësaj drejte, kuptohet bëhet një agresion, anekson territoret në kundërshtim, sepse ligji ndërkombëtar ka ndaluar që mos harroj që në vitin 2014 me revolucionin e Majdanit ta prishën demokracinë dhe të drejtën e vendimarrjes oblasteve që kishin në kushtetut.
ndryshuan kushtetutën, ju dërguan atje disa fuqi të organizuara naziste në jug në kufi me Rusinë, të cilat terrorizonin dhe bënin presion dhe godisin gjithë nacionalistët pro-rus dhe që kërkonin të mbronin të drejtat e popullit rusisht folës në Ukrainë, dhe përveç saj kërkonin të ndiqnin politikat siguria miqësore ndaj Rusisë duke pretenduar të hynin në NATO, dhe të gjitha këto e kërcënuan Rusinë, e cila vendosi më në fund që të godiste. Po, unë them ta mbyllim këtë çështje, të flasim pak edhe jo, për ta një përmendim, në rastin e këtyre konflikteve, kemi parasysh që atë koncept që ju përmendën, në rishikimin e harta për shkak gjeopolitikës dhe vendimit të fuqive të mëdha, por anësi e tillë historia do të përsëritet dhe qëlloj që të rregullohen padrejtësitë historike të krijuar në dëm të shtetet vogla dhe rasti i shtetet ballkanike, shtetit shqiptar dhe kombit shqiptar i tillë, saqë ne jemi viktime të tyre dhe kuptohet është një momentum të cilët çfarë duhet të korrigjohen dhe duhet të rregullohen këto harta në kuptimin e dhënies fund padrejtësisë, ndërkohë që në gjeopolitik janë ato të cilët fuqitë e mëdha që vendosin dhe në rastin konkret kur shkelen këto rregulla dhe ligje dhe norma, do të kemi parasysh edhe një referencë folklorike, nuk ka ujë të ngopër dhe delet pa kënaqur, apo jo i nderuar. Do të thotë në rastin konkret delet janë ato shtetet të cilët bëhen viktime vendimit që merren në fuqitë e mëdha renale, apo shtetet e vogla të cilët duhet të jenë të tilla të afta të përshtasin aleancat për të kenë një qasje të drejtë dhe për sa i përket orientimeve të tyre gjeopolitike për sa i përket sistemit të sigurisë. Vitin 32-33 juve ju kujtohet ndoshta nga historia, nga leximi i historisë, ka ndodhur ajo që quhet Holodomor në Ukrainë, ku mendohet që kam vdekur mbi 10 milion nga kriza e urisë. E imagjinojnë që në Ukrainë që është hambari i prodhoheshet 30% dhe në Rusi, në zonat midis Ukrainës dhe Rusisë, prodhoheshin mbi 30% e drithit botëror të vdisnin nga uria rreth 6 deri 10 milion thuhet që kam vdekur nga Stalini. Ashtu si dhe në Irlandë në vitet 1860, duket kur ka ndodhur kriza e patateve, ku vdishin disa milion për atë kohë që ishte një popullsi shumë e madhe. Këto janë të organizuara nga elitat të cilat vazhdimisht janë të shqetësuara për rritjen e nivelit të popullsisë dhe duan gjithmonë t'i godasin me mënyra të ndryshme. Mos është dhe kjo një nga arsyet e luftës për të vrarë gjithë të rinj edhe në kohën e fillimit të epokës së re industriale që është ajo e inteligencë artificiale. Një autor të cilin edhe ti e ke përzemrë se është pjesë e bibliotekës dhe shtëpisë suaj Stoltenberg, ndër të tjerë ka një libër pse kombet shkojnë në luftë, dhe lidh dhe asocion shkaqet e arsyet me profilet leadershipeve, por më së shumti janë arsyet janë religioze, edhe në rastin konkret edhe në Ukrainë janë ato ekonomike religioze po leadershipit janë ndërthuara, sepse kur themi religioze pjesa lindore e saj është një popullsi slave, e cila ka një traditë historike të përbashkët me rusëve dhe slavë, po të themi pas në thellësitë historike, përjetimit që ka ndonë, ndërsa pjesa perëndimore është katolike, dhe këtu nëse do kemi një ndarje të Ukrainës, do të thotë që edhe pjesa perëndimore që ngelet mund të përçahet në shumë etni, kemi parasysh presionet që mund të vinë nga pjesa veriore, nga Bielorusia, nga Polonia, nga Hungaria, nga Moldavia, kështu me radhë. Ndërkohë që pjesa lindore, pjesa slava ortodokse, don të ketë asociacionin të përbashkët religioz me atë që i bashkon. Dhe këto janë arsyet dhe janë luftë arsyet ekonomike. Në rastin konkret janë të gjitha të përbashkëta, të gjitha arsyet mund të lidhen. Kurse arsyet të vërtetë janë financiare. Kur thua ekonomike janë të organizuara nga bankierët. Kur themi 200-300 vjet. Kur themi ekonomike janë interesat ekonomike, të cilit çfarë ata shfrytëzojnë këto lloj ndarjes dhe i futin në luftë për të. Edhe kjo mund të jetë një nga arsyet kryesore të luftrave është shtania në dorë e emisionit paras nga bankat qendrore. Dhe kudo që bankat qendrore nuk kanë qenë në dorë të për çështjen e emisionit paras nga bankierët qendror, mund të jetë kjo nderuar, saqë edhe vetë Trump e ka si shqetësim që nëse do të cënohet dollari në kuptimin e konceptit paras, si mjet ekuivalente nga BRICS, atë do t'ju shkrijë.
Në kuptimin këtu është donë vija kuqe që nuk ndalon ndar, ndërsa pjesa tjetër mund negociohet për sa i përket arritjes së vende për ata që se din, këto vende deri më sot e kanë pasur tregti ndërkombëtare me dollar. Me dollarin, ose me euro. Tashi këta kanë marrë vendim që do t'i bëjnë do përpiqen të krijojnë një monedhën e tyre të përbashkët, po deri tash kjo është në diskutim, por që nuk do të lejohet. Kjo ka dështuar deri tash dhe këta kanë filluar të vendosin kuota, për shembull, nga 100% të marrëdhënieve tregtare midis dy vendeve, ndoshta për shembull 40% ose 50% do bëhet me monedhën e një vendi dhe 40-50% me monedhën e vendit tjetër. Dhe do kemi një nacionalizëm ekonomik që do të shpërfaqet Trumpi krijimin e kësaj monedhe të BRICS-it e ka vënë si një rrezik shumë të madh për Shtetet e Bashkuara. Siç është shef edhe eron edhe të tjerë të cilët të flasim me pak llafe për shkak se edhe koha është drejt fundit, të themi pak fjalë për situatën në lindjen e mesme. Izraeli ka filluar të godasë Gazian duke shkelur ata në pushimin e vendosur pas ndërhyrjes së njerëzve të Trumpit. Duket që Trump i thotë Izraelit mos më çani kokën, s'dua të di se ç'a bëni atje, do bomba na bomba, vetëm mos më fusni undët tu në Amerikë. Dhe është duke bërë planin e tij që duke i lënë të kënaqur ta të vriten me njëri tjetrin, të bëjnë çfarë duan, dhe nga ana tjetër po realizon atë planin e madh për të marrë Groenlandën dhe Kanadan në plan pak më afatgjat. Dhe duket sikur Trumpi nuk ka më interes dhe ai ka deklaruar, dhe kjo është një nga arsyeja pse ai kërkon të marrë Groenlandën dhe Kanadan, sepse ai e di që se Deep State ka në Shtetet e Bashkuara ashtu, ose Kabal ka dhe në Shtetet e Bashkuara me kryer Rockefellerët, po dhe një grup të madh të majtës si që janë George Soros edhe pothuajse gjithë infrastruktura politike demokratëve, të atyre që ka qenë pushtet dhe atyre që janë duke marrë pushtet në brenda Partisë Demokratike, janë njerëz të shkolluar dhe anëtar të grupeve të cilat janë të interesuar për shkatrimin e Amerikës, siç janë CFR, Council on Foreign Relations, dhe kalimin e Amerikës përsëri pas një anarkia fatgjat që ata synojnë të shkaktojnë nga dekada në dekadë, duke dobësuar dhe duke shkatruar Amerikën nga brenda, ata kërkojnë që Amerika të kalojnë në jurisdiksionin dhe sundimin e City of London. Dhe nga ana tjetër në republikanët ose pasardhësit e ideve të atyre që themeluan shtetin amerikan mbas revolucionit amerikan të 1776-s, të cilët sot përfaqësohen nga Trump dhe nga ata që kanë krijuar atë që quhet Agenda 2025, që solën Trumpin në pushtet dhe i kanë dhënë gjithë të projekt që kanë ndërmarrë. Pra, duke ditur që kabala nga brenda e cila kontrollon gjithë sistemin, domethënë një pjesë të madhe të sistemit energjetik të botës, siç janë Rockefellerët, të cilët me 6 motrat e Teksasit kanë, 7 motrat e Teksasit kanë ato kompanitë më dha, 7 kompanitë më të mëdha në botë, ku janë Aramco e çajnë të tjera, Exxon Mobil e tjera. Këto ai e di që do t'i ketë kundërshtare dhe naftën që ata nxjerrin në lindjen e mesme do ta kalojnë në shërbim të interesave të Bashkimit Evropian për të fuqizuar ekonominë, kabalën dhe për të fuqizuar ushtrinë dhe industrinë ushtarake të Evropës. Dhe prandaj Trump deklaroi që ne kemi më shumë naftë se çdo vend tjetër në botë në Amerikë, sepse Trump kërkon që të burimet energjetike t'i sigurojë duke nxjerr naftën brenda dhe duke mos e lejuar që ajo të eksportohet përveç se pasi të plotësojë nevojat që kanë Shtetet e Bashkuara brenda dhe të ulë çmimin e saj për shkak të uljes kostove të transportit nga lindja e mesme dhe për të siguruar një zhvillim dhe një harmoni shoqërore brenda Shtetet e Bashkuara për shkak të rritjes së të ardhurave nga ulja e këtyre kostove energjetike, të cilat e japin efektin e tyre në të gjithë ekonominë amerikane. Këto janë ato planet që ka bërë Trumpi. Tashi kemi bërë një ndryshim të politikës evropiane në raport me Izraelin, për shkak se Izraeli dhe Trumpi janë bashkë për të zhvendosur gazianët nga ripi i Gazës.
Starmer, kryeministri Evropa e britanik, kundërshton, ka deklaruar që jemi kundër dhe jemi me planin e Egjiptit për të rindërtuar Gaza me 64 miliard dollar. Dhe e mbështesim këtë plan dhe jemi pro vendeve arabe. Pra kanë dalë kundër Izraelit në një gjë kaq fundamentale siç është objektivi madhor i sionistëve për të ndërtuar Izraelin e madh, duke larguar rreth 70-80% të popullatave në zonat ku pushtojnë, ndërsa 30% ju duan që t'i kenë si punëtor për krah punën punë të vështira që si bëjnë izraelitët, dhe një popullsi të tillë ata janë në gjendje që ta kontrollojnë nëpërmjet ushtrisë dhe shërbimeve sekrete. Po i nderuar, kjo është një nga arsyet pse edhe marrëveshjet që diskutohet për sa i përket Ukrainës ndodhen në një linjën e mesme në Riyadh, në Arabi Saudite, është pikërisht për të analizuar ndër të tjerë dhe për të marrë vendime edhe për konfliktet që ndodhin në linjën e mesme, në një zonë gjeostrategjike shumë e rëndësishme ku përplasin interesat e gjithë fuqive, jo vetëm ato evropiane të SBA-s, po edhe Rusisë, ato rajonale të Turqisë, po edhe vendet Irani, madje edhe Kina për shkak projeksioneve të rrugës mundashtë dhe interesave ekonomike që ka aty, dhe askush nuk do ta pranojë një vendimarrje të cilët çfarë çon dhe të shpopullimit të Gazës. Dhe këtu kemi pasur reaksion, sepse qasja e administratës Trump ka qenë një qasje biznesi, në kuptimin e ardhmes Gazës të jetë një vend turistik, ku do të zhvillohet turizmi dhe do të jetë modeli i shkëlqimit të zhvillimit ekonomik dhe turistik të kësaj zone, në influencën e Izrael, gjë e cila ka ngjallë reagimin dhe ka kundërshtuar nga gjithë lidhja arabe, po edhe ju që përmendet shtetet e Evropës, të cilat është genocid, zhvillimi i turizmit nuk mund të realizohet me genocid, dhe jo, i nderuar, kjo është pika më e dobët e politikës i nderuar, nisur nga për sa i përket shkeljes ligjes luftë dhe drejtës ndërkombëtare, është rasti tipik për ta thënë aty që këtu me drejtë edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka folë dhe ka shpallë verdiktin e tij, duke klasifikuar rastin si krime kundër njerëzimit, cenim drejtë për Netanyahu si kërkuar nga drejtësia. Por Netanyahu do të parë në këtë vështrimin si politikan dhe si lider. Gjithmonë historia e Izraelit ka qenë e tillë, një histori mbijetese le lufte me gjithë armikët potencial që i kanë rrethuar dhe për arsye të ka krijuar vet. Po, të cilët për shkak të sigurisë vet ka bërë lufta dhe konflikt. Nuk është vetëm te Gaza, dhe Gaza është rasti tipik e saj që ju përmendët, po kemi edhe në Siri, në Liban, apo konfliktin me Iran, apo me gjithë shtetet përfshira e Houthit e kështu me radhë. Dhe mendoj që rasti i Gazës është një rast, po themi, tipik ku është komprometuar gjithë sistemi marrëdhënie ndërkombëtare, sepse Izraeli çfarë e ka refuzuar edhe e ka shpërfillë edhe OKB-n, sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, i cili ka mbajtur qëndrime pak a shumë të drejta dhe ka qenë genocid. Edhe këto vendime apo në sulmin në Gaza kanë dënuar gjithë shtetet e Evropës, ato demokratikë të cilët i kanë prodhuar realitetin e Palestinës për hir të vërtetës, asaj situate që është sot, me gjithë ato lufta dhe cilët episodet cilët përgjatë 50 e sa vitesh ka njohur një histori përplasësh me njëri tjetër dhe nuk kanë gjetë zgjidhje. Por koha ka treguar që zgjidhjet nuk janë afatgjata dhe të qëndrueshme, por janë afat shkurtra, sepse kanë ndetur konflikte të tilla të fjetura dhe janë reaktivizuar, dhe ardhmja sigurt e kësaj zone për rastin e konfliktit Izraelit dhe Palestina është me krijimin e dy realiteteve, dy shteteve, shtetit palestinez dhe shtetit të Izraelit, në mënyrë që të garantohet një paqe e qëndrueshme midis këtyre dy shteteve, por kjo sa do të lejohet nga shteti i Izraelit, i cili është një shtet i izoluar në kuptimin e nga gjithë kufit e saj, ku shifen për shkak të historisë dhe për shkak të marrëdhënieve delikate që ka pas me ligën me vendet arabe, në marrëdhënie konflikte, dhe si tilla e ndihet si e kërcënuar dhe gjithmonë e mand situatën në tension. Dhe nuk besoj që do ta lejoj një skenar të tillë për sa i përket edhe krijimit të dy shteteve, por del me këto të tjera tezat që për ato për ta populluar Gazën, rastin Gazës me kolonë vet apo me të tjerë, dhe për të populluar gjithë popullsinë e Gazës, po gjë e cila ka ndeshur me atë që po tha me reaksionin e gjithë opinionit publik, popullsisë vendase, po të ligës arabe, po edhe shtete si Turqia, Irani, edhe shumë të tjera të cilët ka kundërshtuar. Rastin e lindjes mesme është një histori të cilët
në analizat e geopolitikan dhe geostrategjisëve e krahasohet me Evropën e viteve e shekullit 17, një Evropë, po themi, që ishte e ngërthyer në lufta 30 vjeçare dhe jo vetëm, ka zgjatë me shekuj, për shkak të ndasive fetare dhe si i tillë është një moment krahasimor midis këtyre dy rasteve dhe zgjidhja e konfliktit është pikërisht çfarë palët të cilët kanë interesat e tyre duhet të dakordsohen dhe do të jenë pjesë e marrëveshjes madhe e cili do të arrihet qoftë në Riyadh, po edhe jo vetëm aty, dhe mendoj që në lindjen e mesme janë në interesat e Turqisë, e cila po shpalose dhe gjeopolitikën e saj rajonale. Këtu kemi parasysh veriun e Sirisë dhe mbështetjet që i ka dhënë ushtarake dhe logjistike dhe diplomatike regjimit të ri të Sirisë, po sikundër edhe ndërtimin e bazës Palmirës. Në një farë mënyrë kjo bazë i garanton saj edhe kufit qoftë verior dhe veri lindor për kundër kërcënimit kur që i vjen, por dhe bëhet edhe një barrierë edhe për Izraelin në sulmet e mundshme potenciale që mund të çojë ndaj Iranit, apo në ndalesë të tip bunkeri edhe për në konflikte mundshme me grupet edhe lidhjet e proksave që janë në Irak. Dhe kjo është një hartë shumë interesante që po konfigurohet për hir të vërtetës, ku normalisht vendimet do të merren nga të mëdhit, dhe do të shihet se si do të përvijohet më tej kjo nisur dhe nga mënyra se si do përcaktohen këto kufi. Dhe edhe këto sulme që ndodhin, në prishje armë pushimi në mënyrë të beft, ndërkohë që çdo kush priste që të konkretizohet dhe të formalizohet marrëveshja për të treguar që sa e prishte shpaqja atje. Do të thotë që lindja e mesme asnjëherë nuk ka gjetë paqe dhe stabilitet. Mund të ketë qenë një periudhë e cila ka gjatë me muaj, me vite, madje edhe me dekada, po koha ka treguar që atë është rikthyer për shkak të cënimit të interesave, sepse është një skenar edhe i tillë që Gaza mund të përdoret edhe si një kanal komunikimi alternativ për eficiencën e rrugëve detare për të rivalizuar çfarë edhe kanalin e Suezit, Edhe ky kordon po themi i rëndësishëm geopolitik në kuptimin e fuqisë çatoksore, po dhe asaj detare, kemi parasysh pozicionin e saj që ka në raport me rrugët tregtare. Dhe kjo është një nga arsyet pse mbahet i ndezur ky konflikt dhe nuk po jepet një zgjidhje, sepse janë interesat e këtyre dy shteteve, qoftë Ligës Arabe, po edhe këtyre të rajonit, cilët çfarë nuk e pranojnë këtë skenarin, po themi trampist në kuptimin e biznesit, për ta parë Gazën si një plazh tregu, një plazh të cilët mund bëhet biznes me të. Edhe këto ishin vijat përgjithshme disa nga piketat e këtij skenari gjeopolitik që mund të ketë lindja mesme, por që ka shumë, e vërteta nuk mund të dalë sepse mund të ndodhin ngjarje të tilla sa që shkallëzimi i konfliktit mund të jetë momental. Kemi parasysh atë që po ndodhe në Liban, në Siri, në jug të Sirisë, apo me Hezbollah dhe gjithë proksave të Iranit, kemi parasysh goditjet e Houthit e shumë të tjera. Janë cënimi interesash ekonomike, aty etike dhe gjeopolitike të këtyre. Zoti Elazit, falenderoj për paraqitjen që ju bët. Para se ta mbyllim, të nderuar shikues, unë do të kujtoj që ka një agjendë që quhet Agenda 2030, Rockefeller 2030, e cila bazohet një det maltusiane të rrezikut që vjen nga mbipopullimi i planetit, e cila ndiqet me rigorozitet dhe me shumë ashpërsi nga City of London ose nga Kabala, e cila në fakt është organizatoria e dy luftrave botërore, sa herë që ka një revolucion industrial i cili mund të lërë njerëz të papunë, dhe këta do të ishin një element shpërthyes për shoqëritë e brendshme duke ngelur të papunë, dhe këta sigurisht kanë qenë gjithmonë moshat e reja. Atëherë këtyre ju organizojnë një thertore me një mënyrë të caktuar duke i çuar në luftë. Por a mund të ketë ndonjë rrezik për popullin shqiptar në qoftë se të drejtë për drejtë në qoftë se Evropa është në luftë? Ju e shikoni që kryeministri tonë ka gjithë të kohë që po bën fushat dhe tund pasaportën e Bashkimit Evropian,
sepse kërkon të na inkorporojë ne në këto konfliktet e reja, në këtë tabellën e madhe të shahut që është krijuar, si figura që duan të na hanë figurat tjera më të fuqishme, duke quar djemë të tanë në thertorën e madhe që mund të krijojë kabala në Evropën lindore, në zonat e Ukrainës, me rusët. Deri tash kam vrarë rreth 500 apo 600.000 të rinj, të cilët në epokën e revolucionit industrial të AI-s, inteligjencë artificiale, po e them shqip akronimin, do të ngeleshin të papunë dhe do të ishin hamsa të tepërt sipas politikave maltusiane janë quar në thertore dhe parashikohet që të tjerë të çohen në thertore të rinj nga Evropa, duke krijuar këto dy grupet e mëdha dhe më pas ndoshta dhe të rinjtë e Amerikës në luftë kundër të rinjve të Evropës për të vrarë njëri tjetrin për shkak të këtyre narrativave politike që kanë filluar të qarkullojnë dhe që ne i analizuam këtu, siç është llabërimi i Groenlandës dhe i Kanadas. Unë mendoj që është një dorë vetme që i organizon këto dhe është një klub i madh që i planifikon dhe i organizon këto gjëra. Në qoftë se bota do të ishte kështu që unë e dyshoj, pra këtë pamjen që shohim, që është një pamje gënjeshtër, e dyshoj, do të ishte një gjë shumë e mirë sikur vërtet të ishin në luftë me këtë grupin që organizon këto agjendat e depopullimit që filluan me Plandeminë, me vraskinat, dhe unë do të dëshironja që të ekzistonte në fakt ky grup kundër i Trumpit dhe i Putinit dhe i Xis kundër kabalës. Por në fakt ne kemi parë që Kina është vendi i eksperimenteve të mëdha, sa herë që ky klub maltusian kërkon të bëjë një eksperiment për eliminimin e njerëzve dhe për kontrollin e tyre. Mendimi im është që fundi maltusit thot kështu, që të korrigjohet ky defekt i natyrës, ku njerëzit rriten në një proporcion shumë më të lartë, mos hym në detaje, në krahasim me të mirat e tyre materiale dhe rritja e këtij numri sjell varfërinë e njerëzve dhe mungesën e kontrollit të qeverive, atëherë natyra ndërhyn duke u shkaktuar atyre smundje, ose qeverit vetë bëjnë luftra, ose shoqërit bëjnë luftra me njëri tjetrin me qëllim që të kapin burimet e njëri tjetrit dhe të mbajnë popullsitë e tyre me një nivel më të lartë ekonomik. Dhe sipas teorive maltusiane, thuhet se në histori luftrat e mëdha që nga Aleksandri e të tjerë nuk janë bërë për etje për famë, por janë bërë për etje për pasuri dhe për të kapur burimet e kundërshtarëve me qëllim që të ushqenin njerëzit e tyre të cilët të rriteshin një numër shumë të shpejt në krahasim me mundësitë që ju ofronin resurset e territoreve të tyre. Pra, në gjithë këtë plan të madh, ne shqiptarët duhet të përpiqemi të mbijetojmë dhe të veprojmë me zgjuarsi dhe mos ju bindemi shuraqve që na drejtojnë, të cilët janë ca jesmen dhe apasapi për të mbajtur pushtetin e tyre nga interesi personal dhe frika dhe kërcënimi prej ndërkombëtarëve, do përpiqen që fëmijët tanë të jetin në thertore. Prandaj, në rast hipotetik të ngjarjeve të tilla, unë them shqiptarëve që të kenë kujdes, të bëjnë në një shtëpi në fshatrat e thella dhe të përpiqen të largojnë fëmijët e tyre për të mos i lejuar që të shkojnë në thertoret e mëdha që kanë parashikuar Agenda Rockefeller 2030. Shikojeni edhe në këtë këndvështrim se dëm nuk keni, vetëm mund të keni përfitim. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim në emisionet e tjera. Natën e mirë. Faleminderit, nderuar kënaqësi për ftesën, nëse më lejohet në përfundim të saj, me që se përmende Ballkanin dhe shqiptarët, është për të përshëndetur dhe nisma
shtetet Ballkanit, Kroaci, Kosovë dhe Shqipëri, për sa i përket një aleancë ushtarake pikërisht për të parandaluar një front të ri thertore, një front të ri thertore. Rrisje dhe kërcenimin që mund të vinë midis të ri të sigurie, por që ajo që është e rëndësishme që ju e përmendët në rreshta është edhe krijimi i një kulture strategjike që të ndërgjegjëson gjithë opinioni publik për të edukohen për çështjet e sigurisë, të mbrojtjes, të kenë një informacion lidhur me to, në mënyrë që të parashikojnë çdo lloj skenari. Ne jemi një vend i vogël, aleat i NATO-s, dhe kemi fatin që jemi partner kryesor shërban shtetin më të fuqishëm, në një farë mënyrë gjithë integriteti dhe sovraniteti jonë është i garantuar për shkak NATO-s, por që duhet në çdo rast duhet të kemi një shkallë ndërgjegjësimi për çështjet e sigurisë, të kemi atë që themi, atë që u tha kultura strategjike për këto lloj çështje, që është një koncept shumë dimensional, i cili përdoret rëndom edhe si mekanizëm pikërisht për të analizuar këtë midis dhe për të dhënë zgjidhje përmes strategjive o politika dhe opsione të ndryshme përballës me to. Edhe një të falenderit dhe kënaqësi ishte bashkëbisedimi me ju, i cili në çdo rast është sa provokativ, sa origjinal dhe me shumë të vërteta dhe ato Faleminderit. prognozat. Arteam, për sqarim edhe një herë, ruajini fëmijët, mos i dërgonin ato thertoret e mëdha ande. Shihini fëmijët larg se po filloi kjo lufta dhe në kuadër të NATO-s evropiane, se NATO e amerikane nuk ekziston më. Mund të u kërkojnë fëmijët, mund të u kërkoj Goliathi andaj që ka uri për mish dhe për gjak, mos i dërgoni fëmijët. Vetëm në rast se territoret tona të cënohen, sigurisht që tytuar për një kokë, ne do të bëjmë më të mirën dhe do të sakrifikojmë gjithçka për lirinë e vendit tonë dhe të popullit tonë. Unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e radhës.